Dhjetra banor të Dukatit, Orikumit dhe Trajgjasit dolën sot përpara prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të denoncuar një skem të dyshuar shpronësimi që po prek pronat e tyre të vendbanimeve. Sipas banorëve, tjetërsimi i pronave po realizohet përmes një rrjeti të organizuar ku përfshin individ me ndikim dhe sipas tyre dhe disa institucione. Ne jemi banor të krajinës Dukatit dhe jemi të organizuar në Kuvend Komunitar Krajinor. Kuvendi jonë është ngritur në 2010, siç e mbani mend që kemi pasur probleme për punën e pronave dhe tashmë gjendemi përpara një situate që krajina jonë synohet të shfarose totalisht, të shpopullohet totalisht. Kjo po bëhet me metoda ekonomike dhe me metoda mohim prone, mohim të drejtash. Situata është që neve aktualisht na ka ardhur IKMT-ja dhe kërkon të prish të gjitha njësitë ekonomike që kemi në territorin e krajinës tonë. Krajina jonë ngelet praktikisht pa financë, pa ekonomi dhe ne nuk mund të mbijetojmë në atë krajinë. Kështu që për këtë arsye ne mendojmë që ata kërkojnë të na shpopullojnë. Dhe mbas prishjes së ndërtesave kanë plan të zaptojnë tokat sepse kanë rifreskuar certifikatat e pronësisë që janë të bëra me falsifikim nga zaptues dhe grabitës që nuk i përkasin krajinës tonë fare, janë bërë kompensime në mënyrë të palishme, janë bërë mbi vendosje të pamerituara dhe ne për këtë arsye jemi detyruar të rimbledhim kuvendin prapë edhe të organizohemi për të mbrojtur veten tonë ligjërisht edhe fizikisht nëse do të jetë e nevojshme. Të na japin pronat siç na takon neve sepse jemi banor autokton qindra vjeçar dhe më të rinjt atje janë 80 vjeçar apo 75 vjeçar. Kështu që e para, e dyta, këtyre që mendojnë se mund nëpërmjet institucioneve ose qarqeve që janë korruptuar brenda institucioneve, duke përdorur institucione si IKMT-ja që duan kanë ardhur atje dhe na kanë bërë kërcënime pa urdhër, pa asnjë lloj motivi ligjor dhe na kanë thënë ngrihuni se do ju heqim. Dhe ne kemi prova, kemi video, kemi foto për këtë. Te bëjnë se duan na prishin neve, të vinë oligarkët marrin qindra hektarë në krajinën tonë dhe ne të zhdukemi andej. Por dhe atyre ju themi që krajina e Dukatit do t'ju përgjigjet me ligj, po do t'ju përgjigjet dhe siç e kërkoni. Do t'u japin si ta doni ju. Avokati i banorëve Arben Llangozi bëri me dije se hetimet parapraka kanë evidentuar dyshime se disa prona mund të njihen në favor të shtetasve të huaj duke lënë banorët lokal pa të drejtat e tyre. Ai shtoi se qytetarët kërkojnë ndërhyrjen e drejtësisë për të parandaluar dhunimin e pronësisë dhe për të garantuar që çdo veprim të jetë në përputhje me ligjin. Banorët e prekur kërkuan që SPAK të hetojë me shpejtësi dhe të zbartë të gjithë rrjetin e personave që sipas tyre po përfitojnë në mënyrë të palishme nga pronat e komunitetit. Protestat përbëjnë një apel të qartë ndaj institucioneve për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur të drejtat e pronarëve lokal.